Dalin këtu në skemë. Janë me kartela elektronike dhe që t'japin mundësi të shikohet në ska dhe regjistresh elektronik, kartelat elektronike, mjekimi është i shkruar aty dhe ndikjet dhe monitorat. Do dhe këtë tjetër? Po. Dhe këtë. Ti do? Me bark? Jam me virozë, me enterovirozë, si të thamë. Jam virozët e stomakut dhe situatat e smundshmërisë të fëmijët ndikojnë në mënyrë pashmangshme me kushtet atmosferike. Kështu që çdo ndryshim i temperaturës dhe i lagështisë do të reflektohet në gjendjen shëndetësore të tyre dhe në smundshmërinë e fëmijësisë. Gjatë kësaj periudhe kemi pasur dhe kanë dominuar smundshmërinë dhe shtrimet në spital, çrregullimet gastrointestinale, që në shumicën e rasteve kanë qenë si virozat e stomakut dhe pastaj të shoqëruara dhe me infeksione të zota. Kanë dominuar moshat mbi 1 vjeç deri nga mosha 10-11. Dhe ajo që bën përshtypje në këtë sezon, në këtë vit, është që ka mjaft raste të huaj emigrantë që janë dhe paraqiten, pasi nuk kanë respektuar kushtet ose këshillat e dhëna për përballimin e temperaturave të larta. Kanë shëtitur në përberat në orët e drekës dhe pastaj vinë me dhimbje koke dhe me çrregullime, me lodhje, me zbeje, herë me të tjera. Kështu që larmia e fëmijëve të paraqitur, moshat dhe komësit si vjet kanë bërë ndryshime. Po ta krahasojmë këtë periudhë me të njëjtën periudhë dhe një viti më parë, si ka qenë fluksi? Një gjë do të kemi parasysh që
krahasimi duhet bërë, por krahasimi duhet bërë edhe me numrin e përgjithshëm të fëmijëve. Mos harroni që çdo vit ka ulje të numrit të përgjithshëm të fëmijëve, pasi ulen lindjet dhe normalisht edhe numri i fëmijëve do të reduktohet informëre. Por ajo që është shtuar thash dhe që bie në sy është se kemi të huaj që paraqiten për ndihmë në spital. Simptomat e kësaj viroze, doktor, cilat janë? Viroza e përgjithshme është paraqitet me një temperaturë që shkon nga subfebrile në febrile, do të thënë nga temperatura poshtë 38 deri në 38,39, nga lodhje, dhe ajo që bie në sy me njerë është që sa e shikon fëmijë që paraqitet të duket sikur është intoksikuar. Ka zbet, fytyrës, ndjenjë, lodhje dhe pafuqi. Do të qëndroj shtrirë dhe shpeshherë janë raste që paraqiten me të vjella në seri i thënë, që nuk pret radha dhe nuk menaxhon nga vetë. Si është trendi vizitave? Mesatarisht, domethënë në ditë nuk bie në 40 vizita në 24 orë. Dhe shtrimet mund të themi që shkojnë nga një treta, zakonisht e fëmijëve të paraqitur, sepse pjesa tjetër janë edhe që marrin këshilla dhe i respektojnë ato në kushte ambulatore, ku theksojnë që do të bëhet menjanimi nga temperaturat e larta dhe dhënia e lengjeve sa më shumë, por gjithmonë në mënyrë të rregullt, jo sa më shumë që të marrin lenjë dhe të nxjerrë, por të marrin lenjë dhe të mbajnë në trup në sistemin e tij qarkus. Duke qenë se ka pasur problematika dhe tek fëmijët e qarkut ton, por dhe të huajt, cilat janë këshillat tuaja si mjek, çfarë do të ndjekin prindrit derisa të arrijnë në spital? E rëndësishme është dhe shumë e rëndë pyetja që bëni, pasi ne për çdo fëmijë që paraqitet, jo vetëm bëjmë trajtimi këtu, por e shoqërojmë edhe me këshilla përkatëse për të bërë në kushtet e shtëpisë. Por përfituar nga pyetja juaj dhe misioni juaj, këshillojmë që të mos neglizhohet temperatura e lartë. Fëmijët të mos nxirren nga ora 10 deri në orën, të paktën deri në orën 15 jashtë në diell. Të marrin lengje dhe të kenë atë kontrollin e vazhdueshëm të temperaturës dhe të gjendjes së lengjeve në trup, nga nënat, që një nga shenjat që janë që nga djersitja dhe deri tek tharja e mukozave të gojës apo dhe lodhja. Gjitha këto duhen vlerësuar që në mënyrë që të mund të jo të jepë ndihmë pranë familjes me rihidrime orale, që janë gjëra fare të thjeshta dhe nuk mund t'i konsiderosh në mjekimet të shtrenjta. Trisoli dhe ose që quhet përmbajtja elektrolitike që jepet në çdo farmaci, bile jepet edhe pa recetë, dhe respektimi i ambientit, i higjienës ambientit, ku presupozohet temperatura, ku presupozohet lagështira, ku presupozohet ushqimi, veshja e përshtatshme dhe sidomos veshja të fëmijët e vegjël do të jetë një nga merakët më të mëdha që do të kenë prindërit, të mundohen të mbajnë fëmijët, me fjalën e thjeshtë, të mundohen të mbajnë veshur fëmijët siç mbajnë veshur veten, sepse vetë rrin veshur thjesht, ndërsa fëmijët mundohen të mbajnë të veshur shumë. Faleminderit, doktor.